të jetës së përjetshme. Dhe për këtë çështje tem në veti, se çka ka folë Zoti i Madhërisht. Vetëm ne i dëshirojmë njerëzve dhe i themi. Ç'është më vodurem që mos marrë deri te kjo çështje? E nderuar, problemi më i madh në këtë dunjë është shkputja e lidhjes me Zotin e Madhërisht. Një njeri i cili ka shkput lidhjen me Zotin. Ai provon me marr fatën e jetës vet në dorë, duke mos e ditë se është i vogël në karshi ligjeve të Zotit të Madhërisht. Dhe është gabimtar i madh karshi shpjegimeve të Zotit të Madhërisht. Pra nuk mund askush me marr fatën e jetës vet në dorë pa mbështetjen e Zotit të Madhërisht. Dhe durimtarit çka i duhet? Atij duhet me rujt qetësinë. Atij duhet me rujt besimin, ekuilibrin mes tij dhe Zotit të Madhërisht. Me rujt vertikalen, me thonë unë jam një rob, një krijesë e vogël e thjeshtë e Zotit të Madhërisht, i cili më ka prunë këtë jetë pa e lyp jetën unë. Më ka prunë shumë të mira në këtë jetë. Po ja që tash më ka sprovu me diçka që sigurisht se e ka një plan Zoti për mua. Dhe plani i Zotit për durimtarin, thot pejgamberi alayhis salam, me çka do që të sprovohet njeriu në këtë dunjë. Qoftë edhe një therr e vogël që hyn në trupin e tij, Zoti i Madhërisht dëshiron me pastru prej gabimeve të kësaj bote dhe më ngrit vlerën në xhenet. A ky ka shans për me pastru veten? Do me thonë pastrim prej gabimeve të kësaj bote. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, kur Zoti i Madhërisht e don mi arrit vlerën dikujt në xhenet. Dhe ky njeri nuk ka punë, nuk ka vepra të mira, nuk ka kontribut me shiju në ditë atë mirësinë e xhenetit, thot Zoti i Madhërisht ja vështirëson jetën, ja vështirëson vdekjen. Domthon e bën me një sprovë që vun, mos harroni, sepse çdo vujtje që posedon ai, ndoshta s'ka kurkush për rrethet që ka mundësi mja ma dhimbjen. Por ai cili ka krijuar Zoti i Madhërisht, ai cili e din dhe cilën shkallë ka shku mërzia e tij, o Zoti i Madhërisht, dhe Zoti i Madhërisht po thot, prej mëshirës tem, ne ditë do t'ja kompenzoj këtë vujtje, sepse funit na kena me dalë pse bote të gjithë. Ama mirë është të dalmi pse bote dhe duke qenë Zoti i kënaqur me neve dhe ne me fitu botën e përjetshme, apo të dalmi pse bote duke dhënë në fund në mënyrë më të keqe të mundshme, dhe do e mbyll një kapitull për botën e përjetshme. Pra këtë situata mos të mendon dikush që ka mundësi mja dalë në këtë jetë pa besim. Nëse ka shkput lidhjen me Zotin e Madhërisht, sprovat më të vogla së jetë kanë me përmbys fatin e tij. A nëse ka rujt ekuilibrin, besimin me Zotin e Madhërisht dhe din se jeta është projekt dhe s'përfundon me vdekje, por i mbështetet të përjetshmit Allahu xhelalu ala, ai do del pse bote fitimtar dhe shpërblimi i tij te Zoti është shumë i madh. Kur e përmendesh shkputjen me lidhjen me Zotin Hoxh, kemi raste që ka shumë njerëz që kanë qenë shumë besimtar, fatkeqësisht në një mëngjes të bukur, po e quaj kushtimisht, shkputin gjithçka, lën gjithçka anash edhe nuk i kushtohen ma Zotit dhe fesë. Në anën tjetër, kemi edhe një ekstrem tjetër që ndoshta asnjëherë nuk i ka interesu kjo temë dhe të befason. Tash, a ka të bëjë këtu sprova dhe durime në mesin e këtyre dy kategorive të njerëzve? Janë dy situata të ndryshme njëra me tjetrën. Po, dy ekstreme. I pari, dy ekstreme, polarizuese. Po. Personi i parë, apo situata e parë, janë disa njerëz të cilët me një farë formë lidhshmërinë me Zotin e kanë pas fals. Të bresht. Domethënë fals, brisht, pa qëndrueshme. Dhe askush s'u mashtron Zotin. Domethënë, çfarë besimi pas ke pa dje në Zotin? Dhe kush ndërhyni që sot të mos e kesh atë besim? Ti ke qenë një jetë dje dhe ke pa të gjitha elementet e jetës. Pra, kur e ke besimin tamam, edhe sprova më e madhe më e rënd, nuk ti shkëput lidhjet me Zotin, po ti forcon lidhjet me ta. Okay. Absolutisht. Domethënë kur e ke besimin e Zotin nuk ka sprovë që të shkput pe Zotin. Të gjitha sprovat do të më të afrojnë te Zoti. Edhe në shtrat të vdekjes, kur ne sprovohemi, dhe s'kemi rrugdalje tjetër, sepse fundit në jetën se kemi kriju. E dim. Që adhurat e Zotit. E tash, cili ka njeri më i mëshëm dhe më afër realitetit? Ky cili në sprov don mu afru te Zoti dhe me përfitu të përjetshëm, apo ky në sprov don mu distancu prej Zotit dhe me humbë edhe këtë përkohshme të përjetshme. Pra i mëshmi se hu pas përkohshme as përjetshme. Pra këtu ka luajtur rol besimi fals. E ka prunir me një stonë, sepse Allahu ka thonë në Kur'an, dhe kjo test i madh. Ne lutemi o Zot kur na sprovon, ruaj besimin. Dhe Zoti thot, a mendua të thoni se ne besuam Zotin dhe të mos provoheni? Pra që t'jep me kuptu, a mendon ti se mund është me gënyu dhe me thonë një besoj Zotit. E në ditë mos me arë në sprovë dhe Allah më të pase sa beson ti. Në sprovën më të parë tërhiqesh. Shumë e kjo. E kjo t'jep me kuptu se ka besu Zotin?
dhe për aty në grupit njerëzve që ka dështu në sprovë. Besimi, sprova do të më çu të besimi, dhe jo anasjeltas. Nëse sprova të ka ikë për besimit, i ke të dyjat, edhe për koshmën, edhe për jeshmën. Dhe në ka paralemru pejgamberi sa për këtë situatë, që është begi situatë e vështirë. Dhe ka thonë, ka njerëz të cilët me një farfur me adhurojnë Zotin me interes. Kur të është mirë, o besimtari mirë. E kur sprovohet, shkputit për rrugës Zotit më ndryshëm. Dhe të tillë dhe kanë dekapitulu fatën e jetës tyre. Dhe ka të kundërtën, që sprova me mëshirën e Zotit më ndryshëm e ka qitë në udhën çdo populli. Ai se ka diçka Zoti, se ka diçka namazi, se ka diçka agjëri, se ka diçka pamirësia, se ka diçka është sinqeriteti, devotshmëria. Dhe Zoti e sprovon. Dhe kena raste plot. E sprovon. Pse? Sepse do me nxjerr pas së krize, pas së rrugët gabune. Dhe ky pas provë thotë tash ku mron tokë. Do e di që Zoti po ekzistoi ka të lashtë e jetës nuk po muj ka askush me zgjidh përveç rruga besimit dhe unë kam këtë Zotin më drejshëm. Dhe ky e kthen jetën në mirësi dhe në diç probleme të Zotit. Benefit për jetën e tij këtu dhe për tej. Kurse i nderuam të flasim pak për durimin brenda çiftit. Ne e dim fatkeqësisht sot ka shumë ndarje, sot ka shumë mosdurim ndaj njëri tjetrit. Shohim ndoshta shumë konflikt me njëri tjetrin, që shumë gjetë që të mesin e bashkëpunimit me njëri tjetrin, mos me humb durimin, e sidomos në sy të fëmijët dhe të tjerëve. Një prej elementeve që e kthen jetën bashkëtorë në begati dhe në mirësi është durimi. Që nënkupton se këtë bëj me një palë, me një person që mund të mësi ketë cilësit e njëjta me ty, por që duhet gjindën një gjumë për bashkët, për projekte mëdha të jetës. Pra të bëhet me një farforme plotësues njëri për tjetrin. Dhe një çift bashkëtor që s'ka durim proceset jetës, ajo që dështon mes dy palëve, por dështon në kauzën e familjes. Domthonë dështon në ndërtimin e një familje të shëndosh dhe mi përballu për shembull valve të jetës. Çka na rekomandon feja? Feja na rekomandon në rreth që të ketë respekt, të mirëfillt mes njëri tjetrit. Që detajet e vogla, gabimet e vogla të mos bëhen temë diskutimi. Që të trajtohet njëri tjetrin me mëshirë. Dhe që të bëhet durim në rast se nganjëherë mund të kemi gabime ose mund mos kemi pajtueshmëri në versionet e jetës. Kështu na rekomandon feja, sepse mbi të gjitha kjo kuror është e shenjtë e Zotit Madhreshëm dhe nuk ban të lejohet që për shkaqe të vogla të jetës, të mos durimit për procese shumë thjeshta të jetës dhe elementet të jetës të vim deri te arroganca, te prishja raporteve, prishja balancave familjare dhe mos respekti për njëri tjetrin. Njëri t'ja them se shembullin më të mirë që ne ka dhënë në bashkësi është pejgamberi alayhis salam. Ka pas raste ku s'ka pëlqyer për shembull me sjelljen e bashortës. Por ai ka bë durim. Edhe pse s'ka qenë mundur që dikush pe bashortëve të tij të shet diçka të keqe te pejgamberi. Ndërsa e kundërta ka ndodhur shembull, të shet diçka që si pëlqen sistemin e familjes, por ka bë sabër, durim dhe ka këshilluar me mirësi dhe na sjelltas për shembull dhe kanë ecë. Merren me mend pejgamberi i Zotit Madhreshëm dhe është transmetuar se ka thënë bashortës, a ke diçka që spajton ti me mua? Imagjinoje shembull, pejgamberi i Allahut i dërguar i Zotit Madhreshëm, njeriu që më i miri që ka shqesi për vazhën e tokës, dhe një ditë prej ditëve zbret në nivel bashkërsie dhe i thot njënës bashortës së tij, thot, a ka diçka në jetën e kësaj bote që ti nuk pajton me mua për qëllimet familjes, shoqërisë shumë rradh. Dhe është transmetuar një Rasulullah dhe ti me gjet gabime të tilla për shembull, që është e pamundur. Pra e kush jemi ne, njerëz të rëndomt, qoftë për shembull, sepse shpesh ju themi njerëzve, po ti nuk je pejgamber. Po as ajo bashortja jote nuk është grua e pejgamberit. Ne jemi njerëz të thjeshtë, gabimtar. Mi po a është e mundur që për shkak gabimeve të vogla ti kthejmë familjet në katrahur, të shkatrojmë, të shkrurizojmë, të lënë fëmijët tima, të prishet gjeni dhe të bredh me rrugëve tjetër sikurse me pas qenë ku me diçka, Zot na ruaj. Pra duhet me pas durim dhe një prej fushave ku më së shumti i duhet durimi njeriu është në jetën bashkëtorë. Sepse kena mballavaçuar me njëri tjetrin në proceset e jetës
dhe nuk e dim çka ka vendosur Zoti në të ardhmen. Dhe për këtë arsye në bashkëshortësi, kur vjen momenti i kontratës, marrëveshjes për bashkëshortësi, për martesë, ne themi nuk e dim çka ka caktuar ardhmja, por me lejen e Zotit të Madhërisht do të bëjmë durim në proceset e jetës. E paralajmërojmë në jetës se mund me ardhmë në situatë nuk është gjithçka mirë. Por ne duhet të bëjmë durim sepse nuk ka zgjedhje tjetër jeta. Domethënë na për që duhet me durua dhe kushtera durimi e diskutuam këtë pjesë. Diskutuam edhe disa kategori, por jo shumë detajisht për shkak të kohës. E kemi edhe një pjesë hoqo fatkeqësisht trinjt sot po i neglizhojnë shumë moshën e shtyer baballarët dhe familjarët e tyne. Si duhet bëhet durim ndaj tyre, hoq, meqense ata veç na kanë shtruar rrugën që ne do të jemi nesër pikërisht sikur ata. Me të vërtetë kjo temë ose kjo situatë është shqetësuese, sepse ne si popull i kemi pas disa vlera që ne kanë marrë lakmi të gjithë. A kena humb? Edhe gati se kemi ardhur në një situatë që shpeshherë po shohim se këto vlera po na ikin. Edhe gati se mund përfundojmë pa to. Një prej tyre për shembull është kujdesi ndaj prindve, që se ka pas asnjë popull, përveç se ne nuk e kemi bërë për shkak të varfërisë këtë çështje, po për shkak të përgjegjësisë që kemi pasur ndaj prindve. Sepse njeriu nuk është i kujdesshëm ndaj prindit për shkak se është i varfër, siç që shpjegojnë disa ignorant, kur duhen me dhënë motiv më të keq të mundshëm shoqërisë, rinisë, dhe thonë po atëherë ka qenë një situatë tjetër. Çfarëdo situate që t'jesh, prind jo prind, çka do me bëni me prindin?